Përshëndetje, po fillojmë me edicionin e radhës Pasion dhe Profesion. Këtë herë, pak më ndryshe, do të përgatisim diçka me frutat. Për pasionantët e frutave, unë kam mendu që të bëjmë një dekor duke i përdor frutat e sezonës. Tjerë do të realizojmë një pjatë mbajtëse për frutat duke i përdor pjepin. Pasi ja dham formën e një kurore. Pasi ja heqim tulin, të cilin e përdorim, këtë pjatë të pjepit mundemi me e përdor edhe me akullore. Pra me shërbim të akullorës, vetëm ose bashkë me frutat. Në këtë rast, mundemi me përdor drezat, sigurisht tulin e pjeprit, ku secili frut e merr shijen e njëri tjetrit. Gjithashtu boronicat, të cilat janë të shijshme dhe mjaft dekorative. Dekori shkon sipas dëshirës. Mundohem ta krijoj një kordele të vogël, sa për t'i japë dekor pjatës. Pra, kjo është një pjatë dekorative me fruta. Nëse keni dëshirë, ta bëni një trojezë pak më interesante për këto ditë vape të verës. Nëse përgatisni, ju bëhet.